dhe ju të jeni më i sigurt. Megjithatë, general, si u prit kjo deklarat, sepse dje bëri buj në media shqiptare kudo? Të gjitha llojet e deklaratave, kur jepen në mënyrë jo shumë me përmbajtjen e dur, është pritur me një reagim relativisht të ashpër, dhe kjo tregon atë pjesën e përballjes që askush në politikë, e as më tepër në detyrën e funksionin e kryeministrit, nuk mund dhe nuk duhet ta bëj, pasi qytetarët janë si ata që e kanë votuar dhe ata që nuk e kanë mbështetur, janë qytetarë shqiptar dhe duhet të jenë të barabartë përpara ligjit, të barabartë edhe për mënyrën se si komunikohet e reagohet për aq kohë sa është në detyrën e kryeministrit. Nuk është e ndaluar për ata të cilët nuk janë në detyra funksione shtetërore për të dhënë opinionet dhe për të mos marrë përgjegjësi për ato që thonë. Kurse në funksionin e kryeministrit, jam i bindur dhe kështu duhet të jetë, ai duhet marrë përgjegjësi për deklaratat që bën dhe aq më tepër për atë përballje që kërkon me shqiptarët, e në veçanti ata të cilët janë në protestë, që kërkojnë për shumë arsye madhore dhe me fakte, kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit për pa aftësinë e tij për të drejtuar shtetin. Po e nderoj. Për sa kohë do të ndjej zjarrin e pasionit do të qëndroj. Nëse Shqipëria do të pranojë vërtet në BE, mbledhja e parë si shtet antar do të ishte rasti më i bukur për të dhënë dorëheqjen. E citova sakt atë se çfarë ka thënë kryeministri Kurti. Pra, duket se në një të ardhme shumë të afërt, pavarësisht protestave masive edhe kërkesave të qytetarëve, Rama me këtë ka dhënë përgjigjen e tij që shumë qytetarë në fakt edhe kishin dilema në rast se po vihej para një pozicioni të tillë ku do duhej të ndërhiqej. Të gjithë shqiptarët janë për antarësimit në Bashkimin Evropian dhe rrallë kom gjendë si Shqipëria kësaj strukture, si që mi bërë pjesë edhe strukturës euro-atlantike, dhe sot, për i mësë shumë se 18 vite, ne japim kontributin, e nuk jemi vetëm konsumator të sigurisë, por jemi edhe kontribus të sigurisë në rajone me gjërë. Teksa ju po flisni në pamje, po shohin edhe qytetarët po arrin të shohin numrin e madh të protestuesve, pankartat që po shohin. Megjithatë, një përgjigje drejt për drejt